Ndryshimet klimatike po shndrohen në sfidën më të madhe për bujqit në vitet e fundit, duke goditur drejt për drejt prodhimin dhe sigurinë ushqimore. Thatësirat e gjata, rreshjet e papritura dhe temperaturat ekstreme krijojnë një realitet të ashpër, ku toka po bëhet gjithnjë më pak e parashikueshme. Si pasojë, shumë kultura bujqësore po dështojnë që në fazën e parë, duke u dëmtuar apo thar ende pa arritur të zhvillohen plotësisht. Inxhinieri i bujqësisë Shefket Kadriu thekson se fermerët duhet të përshtaten me kushtet e reja klimatike, duke orientuar të mbjellat drejt kulturave më rezistente dhe duke ndryshuar praktikat tradicionale. Do i këshilloja fermerët të zgjedhin, domethënë produkte të saktuara, apo të zgjedhin fara të cilat janë rezistent ndaj ndryshimeve klimatike, të bëhet menaxhimi efikas i ujitjes me ujitje moderne, të ruhet edhe ujë gjatë temperaturave të thata, të bëhet përmirësimi i tokës duke implementuar edhe procesin e plehrimit, apo të vendohen në tokë plehrat organike që edhe rritin pjellorinë e tokës. Dhe më rëndësisht më është ajo për fermerët që të kenë një farë mbështetje institucionale të qëndrueshme, jo vetëm në letër. Kadriu rekomandon që para mbjelljes fermerët të konsultohen me institucione gjeoshkencore, të cilat ofrojnë të dhëna të sakta dhe të përditësuara mbi ndryshimet klimatike. Këto informacione sipas tij janë thelbësore për të përcaktuar kohën e duhur të mbjelljes dhe për zgjedhjen e kulturave që kanë më shumë gjasa të përballojnë kushtet e reja klimatike. Do të vlerësojmë institucionet gjeoshkencore, të cilat japin të dhëna statistikore për afatet e caktuara të mbjelljes, ku duhet të implementohet produkti i caktuar për ato afate sipas kushteve klimatike, që do të thotë se ato produkte, afatet e caktuara duhet t'i mbjellim 2-3 ditë apo një afat më herët ose më vonë që janë rezistent ndaj ndryshimeve klimatike. Në vendin ton vitet e fundit janë shënuar dështime të shumta në prodhimet bujqësore, ku shumë kultura nuk kanë arritur të japin frytet e tyre, pikërisht për shkak të ndryshimeve klimatike. Si pasojë, numri i madh i bujqëve dhe fermerëve, të cilëve u janë dëmtuar produktet, kanë ngritur zërin përmes ankesave duke kërkuar mbështetje dhe zgjidhje konkrete për të përballuar këtë situatë gjithnjë më të vështirë.